vajza. Dhe që një ju sfidoj, pyeteni çdo baballar, sa gëzohet sot për lindjen e vajzës. Baballarët e sotëm shqiptare e kanë kuptuar thellësisht që me pas një vajzë në familje, leje që është fat, leje që është siguri, po është momenti ma fatlum që mundet me ndodhë një familje. Jo për me u do këtu interesant para mediave me thonë që unë e baj barazin. Po baballarët është mirë me i pyet për vajzat kur e qënë nusë. Në kohën kur? Kur e qënë nusë. Vajzën e ti, kur e përcjell për nusë. Shrekulloje pak mikrofonin, ndoshta zë s'po dëgjosh mirë. Mirë është tash. Është në rregull, po. Vajzën momentin kur e qënë nusë. Fatmirësisht edhe unë e kam një vajzë, kam edhe një djalë. Dorën zemër me i pas 10 vajza, isha konë maj lumëtën në familje. Po tash e kanë kuptu se kja farëndarja familjare që po bëhet djemët ma shumë po largohen për i prindve. Po. Vajzat po mbesin, te e pjesa që po kujdesen ma shumë. Se cëla vajzë, ku do? Pra, mendoj që e kanë kuptu sot familjes shqiptare që... Unë mendoj se po, tash që thot populli ka gjithë shka, po besoj që kjo veç e ka dit pas dite, ko pas ko, veç e ka rrit e vloj. Zotri Osmani, a mendon që rrjetet sociale ndoshta sot kanë ndiku më shumë edhe tek